Pra, ju po thoni që kemi qytete si jashtë qendrës Tiranës që janë pothuajse të boshatisura, ndërkohë që në Tiranë qerat rriten, shfrytëzohet çdo centimetër, jo metër katror, e ndërtohet më shumë. Kjo duhet marrë fund. Fiks. Ka ndodhur në tërë këto vite një centralizim i jetës ekonomike dhe demografike që vjen zinxhir, dhe ky përqendrim shkon i gjithë në Tiranë. Unë pastaj e ndërlidh direkt me transportin, me infrastrukturën. Nuk ka sens që nga një qytet si Tirana për të vajtur në Kavaj apo në Fier, ti s'mund të marrësh një mjet transporti komod, siç mund të jetë treni, që s'po flas për tren me shpejtësi të lartë, po tren modest, dhe ti të spostohesh për një orë, gjysmë ore, një orë apo një orë e gjysmë, dhe të vesh ta zhvillosh ditën tënde të punës, ai ka vajes, mund punoj në Tiranë, mund punoj në Fier, mund punoj në Vlorë. Dhe në qoftë se ky komoditet në lëvizje do ishte, nuk do kishte këtë disnivel pronat në Tiranë me pronat për shembull në Fier. Pse? Sepse një qytetar i Fierit nuk ka pse të detyrohet kur çon fëmijët në universitet të marrë dhe pronat tjerë ose të shkojnë me qera, ose në qoftë se do detyrohet për arsye pune, të detyrohet dhe të marrë dhe pronat atje, ndërkohë mund të spostohet. Jo se kjo nuk ndodh, por kjo sot nuk është efektive për problemet e transportit. Dhe kjo ka ardhur me dashje. Dhe atëherë, në qoftë se ne ndalojmë këtë frenezi të çmendur që ndodh, dhe fillojmë i japim frymarrje gjithë territorit të Shqipërisë. I japim qendrave, pra bëjmë një zhvillim me disa qendra, jo vetëm me Tiranën. Atëherë do t'i japësh Vlorës, do t'i japësh Fierit, do t'i japësh Beratit, do t'i japësh Shkodrës, qyteteve, ti do t'i japësh më tepër rëndësi dhe do t'i mundësosh injektimin e ekonomisë atyre dhe nëpërmjet politikave që nxisin pikërisht këtë jetesën ato qytete. S'ke pse të detyrosh dikë që jeton në periferinë e një qyteti të vogël ose brenda të qytetit që mund të ketë punën 10 minuta afër shtëpisë, mund të ketë kontaktin me fermerin, me qumshtin, me perimet, e ka 10 minuta larg shtëpisë, i detyron të gjithë tatit vend përqendrohen në Tiranë që vetëm për të futur ai qumshit apo i perimeve do t'i duhet 40 minuta në unazë të tjera pa u futur në Tiranë. Atëherë pse duhet t'i dyndësh të gjitha atë? Pra, kjo për fat keq për mua vjen me dashje, për interesat e mëdhaja të lidhura të tregut oligarkik, themi, sepse kush kontrollon gjithë të lëvizjet e madhe parash, dhe të lejeve dhe të kontrollit të zhvillimit se ku zhvillohet Shqipëria.